E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin, këtë herë për të fokusuar pak tek ferma VIP. Dua të ndaj një moment që mua më ka emocionuar sinqerisht, një moment nga një prej banoreve më të dashura të publikut. Teksa po qëndronin sot së bashku me fermerin tjetër Adiol, nëse nuk gabohem, të ulur pranë Plevicës, Mimoza dhe Adioli bisedonin për drona, bisedonin për mbështetjen, për dashurinë, domethënë kanë lidhur një shoqëri jashtëzakonisht të mirë bashkë, po kanë shumë bukur bashkë të dy. Mimoza që njihet për perlat e saj, që njihet për fjalët e saj që janë fjalë me sens humoristik, fjalë qesharake, fjalë që publiku ne bëjnë për vete, ditën e sotme ka marrë një vëmendje të jashtëzakonshme me atë se çfarë tha. Konkurrenti në fjalë i përmendi Mimozës që a ka ndonjë njeri jashtë që ti do të sjellën ndonjë dron. Dhe fjala që mua më preku më së shumti në këtë bisedë që bënin ato të dy, ishte fjala që Mimoza thot, s'kam asnjë njeri jashtë. Do me thënë Mimoza është e vetme. I thot ai, a do kështë qëndruar këtu 3 muaj, a do kështë mundur të qëndrosh 3 muaj? Mimoza thot që unë kisha qëndruar edhe 6 muaj këtu brenda. Dhe më pas i thot ai, a do kështë dashur që do të binin një dron? Mimoza i thot se unë kaloj shumë jetë të vështirë jashtë. Do me thënë, dita ditës jemi duke kuptuar që Mimoza vjen nga një jetë shumë e rëndë, vjen nga një jetë shumë e vështirë. Imagjinoni nuk ishte edhe atlete, priste që produksioni t'ja sjellën, i kishte kërkuar agaj të madh dhe unë kisha besuar në varfëri, kisha besuar. Por asnjëherë nuk kisha besuar në varfërinë e një njeriut që del në ekran, që me mudën e saj mban të gjallë një shoqëri të tërë. Poezitë e Mimozës kanë qenë poezitë jashtëzakonshme dhe pikërisht Mimoza me trishtimin dhe me dhimbjen ka ditur gjithmonë të falë buzëqeshjen. Do të thënë cilat janë njerëzit e suksesshëm në këtë universin ku jetojmë ne. Njerëzit e suksesshëm në universin tonë janë ato njerëz të cilët pas çdo sfide, pas çdo sakrifice, din të na japin dashuri, din të na japin energji të bukur. Dhe Mimoza këtë gjë po e bën çdo ditë. Unë sinqerisht uroj me zemër që Mimoza të jetë fituese e këtij formatit, sepse në copëza të vogla ajo po ndan jetën e dhimbshme që po kalon. Do të thënë Mimoza kalon në faza të trishta edhe imagjinoni sa të varfër që kanë artistët e stadit të Mimozës në Shqipërinë tonë të dashur.